Musafir nderuar zoni dhe zotrin, motra e vëllezër, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në gazmetin e madh familjar të familjes Halilaj. Apo na i duar Turqitja, jo. Faleminderit shumë. Do doja një përshëndetje në emër të zotit të shtëpisë, zotrit Dino, po ashtu edhe në emër të zonjës Remzie. Ju themi gjithëve faleminderit shumë që keni nderuar këtë gazmen të madh. Edit edhe Artës, urime martesën e Erzenit dhe Argjirës. Dy të martuar urojmë jetë gjatë dhe të lumtur bashkëshortore, ndërsa familjes Zuka, urime martesën e vajzës, dy familjeve miqësi të përjetshme, e çiftit të ri themi paqe bekimin e madh të Zotit qofshin shpërbërje të lumtur. Në emër të hotelit të bukur Gëzimi Event, në emër të grupit muzikor Ryu dhe në emrin tim, uroj nga zemra që sonde të kalojmë bukur. Para se të na vjen çifti i ri, unë do doja të kemi vëmendje në pak të ekrani atje të dera, të shohim një dokumentar të shkurtër, ftojmë personelin e Gëzimi Event të shymin dritat, cigarën po thot Edi pinë mrena, s'keni nevojë me dalje ashtu ftoft. Që Edi apshe duar të vitje me madh është për cigarë se... Kështu që ju kisha lutur edhe një herë para se të shohim pasin Dino, i duar të vitje shumë të furishme për familjen Halile dhe familjen Zuka. Musafir të respektuar miq, familjar, shok, dashamir, ju dëshiroj mirëseardhje në ceremoninë e dasmës dhe martesës së Erzenit, të cilën ne si familje e kemi pritur që sa kohë. Ardhja e juaj na ka madhështuar gëzimin ton, sepse sot 2-3 Erzeni dhe Argjira kanë vendosur që ta formojnë dhe ta nisin jetën e re përmes martesës së tyre. Unë i përshëndes të gjithë mysafirët këtu miq nga Kosova, nga Shqipëria, nga Belgjika, Zvicra, Franca, e gjithë tarën e tjerë, Gjermania, që kanë gjetur kohë të sot ta ndajmë gëzimin së bashku me ne dhe ta shkojnë gëzimin tonë. Pas shumë tim do t'i përshëndes diasporën, sepse dihet se dasmat sa herë që bëhen dasmat ato e bin diasporën e Kosovë, i bin miq, i bin shok, i bin fëmijët tanë, vajzat e mia, me nipa, me mesa, me dhandruar, i bin shok, të cilët kanë lënë punën e tyre dhe vetëm për një natë që t'jenë pjesë e gëzimit tonë, janë sonte së bashku me ne. Argjira dhe Erzeni, ta të ri që i ka bekuar Zoti me takimin e tyre, me martesën e tyre, do ta nisin jetën që nga nota e santme, një jetë të re, një jetë e pambarë, një jetë e cila urojmë të jetë e begatshme, e lumtur, plot shëndet. Artës, Edit, i urojmë martesën e djalit, ndërsa Avni Zukës martesën e vajzës. Dëshirojmë që këta të ri ta kenë një jetë pa brenga dhe lumturia t'i përcjell në çdo hap të jetës. Unë edhe një herë dëshiroj që në emrin e familjes sonë t'i përshëndes të gjithë njerëzit që ju kanë përgjigj pozitivisht ftesës sonë dhe janë së bashku me ne që ta ndajmë këtë kënaqësi që e kemi ne sonte. Urime të rive, faleminderit juve që merrni pjesë. Mendoj se sonte do t'jetë një natë e veçantë, një natë e paharruar, një natë e cila me siguri gjatë do t'jetë në kujtesën tonë, në këtë restorant, në këtë sallë kaq të bukur, ku për kënaqësinë tonë dhe për kënaqësinë e të gjithë juve, këngëtari Afrim Muqiqi do të bëjë që atmosfera të jetë sa më zjarrt dhe të jetë në nivelin e kënaqësisë sa më të madhe. Edhe një herë urime të rive e juve, faleminderit për pjesëmarrje, gëzuar me të gjithë
faleminderit që keni gjetë koqet e jeni zgjosur me ne. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Pas e s'dini themi, inshallah e pretim martoni pembesa. E tash është një surprizë e dhëndrit pra, Erzeni për familjen edhe për gjithë ju. Le ta ndjekim. Veç me dua trukitje, mos pritoni, ha? Faleminderit shumë. Të dashur, familjar, miq dhe mysafir. Sot është dita më e bukur e jetës sonë. Një ditë që do të kujtojmë për jetë. Është ndirë dhe gëzim i madh që jeni këtu me ne. Sepse prania juaj e bën këtë moment edhe më të paharrueshëm. Faleminderit që keni ardhur nga afër e nga larg për të ndarë gëzimin tonë. Një falënderim i madh dhe nga zemra shkon për familjet tona. Ju na keni rritur, na keni mësuar çfarë dashuria, respekti dhe sakrifica. Sot kjo fest nuk është vetëm e ime dhe gruas ime, por është fest e gjithë familjes. Dua të ndalem të prindit e mi, ata që të mund kanë pasur një dëshirë në zemër, të kenë një vajzë për vetes. Dhe sot, Zoti u ka plotësuar të dëshirë, tani ata kanë jo një, por 2 vajza. Gruan time dhe nusin e vllajt. Sot zemrat e tyre janë të mbushura dhe gëzimi i tyre është gëzimi më i madh. Mami, babi, faleminderit për gjithçka, për çdo sakrificë dhe çdo lutje që keni bërë për ne. Sot shpresoj të ndiheni krenar, sepse gjithçka që jam është fal jush. Një falënderim të veçantë dua të kushtoj vllajt tim, Ermalit. Ai është i vetmi vëlla që kam, shoku im i femërisë dhe njeriu me të cilën jam rritur krah për krah. Sot ta kem pranë është një bekim dhe një forcë e madhe për mua. Një falënderim të veçantë dua të kushtoj edhe gjyshëve tanë. Ju një rënë e kësaj familje, urësia dhe bekimin. Lutjet dhe dashuria juaj kanë ndikuar që ne sot jemi këtu, të lumtur dhe krenar. Dhe sot me zemrën plot emocion dua të theksoj një gjë të veçantë. Gjyshi ynë arriti të bëjë së gjësh. Fardjalit të vllajt tim Malionit. Ky është një bekim i rrallë, një dhuratë e madhe nga Zoti. Të arrish të shohësh brezën e katërt të familjes është një mrekulli e jetës. Dhe ne ndjejmë me fat që kemi gjyshin pranë, të fortë dhe të bekuar. Kjo është një kënaqësi jo vetëm për të, por për të gjithë ne. Argjira, ti je dhurata më e madhe e jetës ime, një zemër që rrai bashkë me timen. Je gëzimi im i përditshëm dhe forca ime. Për të gjithëve që duam, të premtoj se do të dua, do të respektoj dhe do të jem gjithmonë pranë teje. Bashkë do të ndërtojmë një jetë të mbushur me dashuri, lumturi dhe paqe. Ju falenderoj të gjithëve që jeni sot me ne, le të mbushim këtë natë me dashuri, muzikë dhe gëzim, që do të na shoqërojë për gjithësi. Në këto momente me dua të kitje ftojmë Londrin. Hajde Erzeni. Erzeni e kemi këtu në mesin tonë, po e kemi një problem që nuk do me hi mranda. Ka të shumë duar të kitje të foreshme nga një. Shtë që të dashur dasmor, Erzeni ka vendos sonte pak më ndryshe se në dasmat e zakonta. Nusja si princesh në vazhdim do të na vijë me ansamblin e këngëve dhe vallëve shota, me traditat tona kombëtare, kështu që lus me duar të kitje t'ju themi pasi të bekimin e Zotit të shofshëm të jetë. Por e thash nusja pa duar të kitje të fuqishme nuk vjen. Kështu që jo, që shtoj.
Faleminderit shumë ansamblit të këngëve dhe vallëve. A ka duar të fitje për ansamblit? Faleminderit shumë. E ta shkuar të fitje dhe në madhe shkonë për në shikë të ri, e të juftoj e të një në pashtë të vallë, të shkonë në shkonë.